Kombëtesën time e kam quajtur libri i Kosumit, pak a shumë me shkas, dhe cilën do ta interpretojmë më tutje se pse edhe titulli i kombëtesës është libri i Kosumit, dhe çka konsideroj me nocionin libri i Kosumit. Janë mbushur 2 vite që paralexuesi shqiptar po e bën jetën e vet libri Enciklopedia Imagjinare i Bajram Kosumit. Pas 2 promovime të suksesshme në Tiranë, 2 promovime në Prishtinë, si dhe promovime në Gjilan, në Tetov dhe në Tuzë, po e promovojmë edhe në Kamenic, në vendin ku jam thellë i bindur Kosumi ndjehet më i vetës se sa gjithmonë. Jo vetëm në letërsi, por edhe në fushë të tjera, jo rrallë nocionet e ndryshme në marrën kuptim qoftë në bazë të një autori, të një zbulimi, të një libri, apo vetëm të një fenomeni të paraqitur në ndonjë libër apo ngjashëm. Një dukuri e tillë kam përshtypjen se është shumë e përkatëse me fenomenologjinë e romanit post-roman të Bajram Kosumit, Enciklopedia Imagjinare. Me këtë rast, romani e Kosumit pretendojmë ta quajmë dhe ta shquajmë si libri i Kosumit. Pse libri i Kosumit dhe çka paraqet ai? Leximi i lehtë, qoftë leximi i thjeshtë apo leximi kritik, kuptimi kritik dhe i kristalizuar dhe interpretimi i pavarur i një fenomeni letrar janë 3 përcaktues themelor të lidhjes së lexuesit, por gjithsesi edhe të studiuesit me librin e Kosumit, i cili ka një titull inicialisht tepër intrigues, mjaft spekulues dhe përfundimisht sublimues, Enciklopedia Imagjinare, me një vijë shumë të hollë orientuese në kuptimin e zhanrit si post-roman. Konstrukti metaforik libri i Kosumit është mbulesa më e përshtatshme dhe më e pranueshme për Enciklopedinë Imagjinare të autorit Bajram Kosumi. Në kuptimin e përgjithshëm letrar, përkatësisht në kuptimin e zhanrit, Enciklopedia Imagjinare mund të jetë një përmbledhje e përbashkët prozaike e skicave, e reportazheve, e sprovave, e tregimeve, e novelave, madje edhe e romaneve brenda tyre, është një konglomerat zhanror krejt origjinal. Dhe duke qenë libri i tillë nuk ka asnjë dilemë se shtrirja e tij te lexuesit dhe studiuesit letërsisë në të ardhmen do të marrë kuptimin letrar, përkatësisht kuptimin e modelit fenomenologjik libri i Kosumit. Gjithë ato ngjarje të paraqitura, edhe reale, edhe imagjinare, gjithë ajo kohë e pakolonizuar, gjithë ajo hapësirë e hapur, gjithë ato personazhe të gjallë dhe të vdekura, të vërtetë dhe të imagjinuar, heronj dhe antiheronj, viktima dhe kriminal, duke bashkëjetuar, duke qenë afër njëri tjetrit, duke ndërvepruar e duke u kundërshtuar e bëjnë të plot Enciklopedinë Imagjinare. Prandaj, një lexim, një kuptim dhe një interpretim i librit të Kosumit do ta përmbushte njërin prej parimeve të arritjes së kulturës së leximit, totalitetin e veprës letrare. Kështu duke e parë se të librin e Kosumit, patjetër që ndërlidhjet dhe përkimet, por edhe ndikimet jo esenciale të shpihen deri te përpjekja artistike letrare e Kosumit për ta krijuar një amalgam imagjinare të komedisë hyjnore të Alighieri, totaliteti për te toksor dhe për te jetësor, dhe të komedisë njerëzore të Balzakut, totaliteti toksor dhe ai jetësor, që do të mund të quaj komedia ishullore e Kosumit, totaliteti aligherian dhe ai balzakian. Sepse fati përgjithshëm i ishullarëve të tij, i mirë dhe i keq, fatësjellës dhe fathumbës, përvijohet në të gjitha shkronjat e Enciklopedisë Imagjinare, renditja të cilave është alfabetike, por gjithmonë me një sinkroni dhe diakroni asimetrike. Ishulli është hapësira ku veprojnë personazhet e postromanit të Kosumit, të cilët ai epiteton si ishullar. Ishullarëve të librit të Kosumit, pothuajse asgjë nuk i mungon. I kanë të gjitha madje, bashkë me fatin e tyre. E kanë lindjen dhe vdekjen, kanë dritë dhe errësirë, kanë dije dhe të gjerë dhe mosdije idiotike. E kanë fjalën e dhënë dhe besën e thyer. Janë të mbushur plot gëzim dhe të strëmbushur me edhrem. Janë të bekuar të mallkuar, kanë liri individuale dhe rubrik kolektive. Por nga gjithë kjo pasuri pothuajse e pafundme, ishullarëve deri tash ju ka munguar Homeri dhe Alighieri, ju ka munguar Balzaku dhe Tolstoi, ju ka munguar Borges dhe Marquesi, madje atyre u ka munguar edhe Kadare, ju ka munguar deri tash edhe Bajram Kosumi. Por tash e kanë bashkë me enciklopedinë e tyre të plotë, në skica, në reportazhe, në ese, në tregime, në novela, në romane, në fakt në një post-roman. Libri Enciklopedia Imagjinare, të Bajram Kosumit, të cilën ai e quan post-roman si nocion mix letrar dhe kohor,
Është një libër mbi jetën e papërfizuar kohësisht të ishullarëve, të atyre ndërtimtarëve dhe autobarbarëve të fatet të tyre, në një vend ku gjerësia, thellësia dhe lartësia jetësore janë të padimensionuara, aty ku jeta nuk dihet se kur ka nisur, ashtu siç nuk mund të dihet kurse kur do të soset. Po një gjë dihet, proza e tij dhe Kosumit, përkatësisht libri i Kosumit ka nisur në vitet 80 të shekut të kaluar në një ishull, në Tojza, jetë që quhet burg, dhe do të jetoj, besoj shumë, derisa ta përjetoj edhe kohën e shpërfiturimit të postromanit, ashtu sikurse libri i tij i cili në një farë mënyrë e ka shpërfituar romanin tradicional me emërtimin tashmë autentik postroman. Po kush janë personazhet e librit të Kosumit? Në galerinë e personazheve të këtij libri ka një mori personazh real, me të cilët kemi takuar shpesh ose shihemi edhe sot, me të cilët kemi përjetuar çaste të ndryshme jete dhe përjetojmë edhe sot. Por libri është i plotësuar me persona të shumtë historik nga periudha të ndryshme historike, por natyrisht nga historia më e re shqiptare. Ndërkaq si një prozë e pashembull letrare, libri është i mbushur me persona të imagjinuar, të cilët si karaktere i ndeshin rreth e qartë nesh. Në galerinë e personazheve të Kosumit ka një mori personazh real të cilët sigurisht se jemi takuar shpesh ose shihemi edhe sot, me të cilët kemi përjetuar çaste dhe përjetojmë edhe sot. Është vetë autori Bajram Kosumi i prototipizuar si Alban Bala, viti i lindjes të cilit korespondon me vitin e lindjes së autorit, 1960, dhe i vdekjes, i cili korespondon me vitin kur ka nisur të shkruhet libri Enciklopedia Imagjinare, 1985. Me këtë rast do të na duhet një ilustrim për të hyrë në kuptimin e librit të Kosumit, nëpërmjet këtij autopersonazhi real dhe fiktiv njëkohësisht. Shokët e tij të cilët e njohën për së gjallë dhe identifikuan të vdekur në mëkresën e varrit ja shkruan Alban Mala, 1960-1985, me biografi të vrarë. Zëri enciklopediar Alban Mala, faqe 38. Dhe Alban Mala jo në pak raste në dhejnë edhe si Bajram Kosumi dhe viceversa. Libri është i përplotësuar edhe me persona historike dhe politik, nga antika e deri më sot, ndërkaq që është i mbushur me persona të imagjinuar. Ashtu sikurse personazhet janë edhe ngjarjet në libër, reale dhe të imagjinuara, ku me shumë pak thot shumë gjëra, sepse lexuesi i librit të Kosumit ka se çka të mësojë nga postromani Enciklopedia Imagjinare dhe nga njëjti do të vetë përmbushet me njërin prej aspekteve të leximit të letërsisë, aspekti njohës. Do të vetë përmbushet edhe me aspektin tjetër që të jep leximi i letërsisë, aspektin estetik. Dhe natyrshëm do të arrijë të kuptojë drejt mesazhet e secilit zë enciklopedik letrar. Po që se leximi një libri të afishuar si libri i mirë, të jep kënaqësinë e të cilën e shijon shpirtërisht në kuptimin estetik, kur jep brenda 3 dimensionet të tij, leximi i librit të Kosumit krahas përshtypjes sublime të kënaqësisë së leximit të ngjallë edhe ndjenjen e frikës. Për shkak të domosdoshmërisë së autopyetjes, cilin nga ishullarët jam unë, ngushëllimi secili lexues të librit të Kosumit do të ishte te fakti gokvort, jo rrallë frika e lind trimrin. Po, ku do të mund hipotetikisht ta ketë vendin prozë e Kosumit, qoftë edhe në kuptimin diskutues si postroman. Nuk ka dilema, brenda trekëndshit Borges, kondenzimi i kohës, largësia tematike dhe ideore e amalgamuar të tregimit të Borgesit dhe të postromani Kosumit. Marquez, narracioni, realia magjike, Makonda e Marquesit, rrëfimi dhe gumuri i Kosumit. Kadare, rrëfimi i kondenzuar, shqiptari tipik dhe atipik të Kadare, ishullari tipik dhe atipik të Kosumit. Dhe nuk ka dyshim, Bajram Kosumi është treti veçantë dhe fare origjinal brenda një trekëndshit të tillë. Ju falenderoj.